Gjibril a.s. pejgamberit a.s. I vjen të zakonisht në formë të njeriut. Pejgamberi u përmallua pa qef, me pa në formën që është krijuar. E Allahu i madhruar ja mundësai me pa në formën që është krijuar, përderisa pejgamberi ishte në Hira, e ngriti kryt lart dhe pa Gjibrailin a.s. në formën e vërtet të cilën e ka krijuar Allahu. E që i ka 600 krah. 2 krah të ti e mbulojnë lindje dhe perëndimin krejt. S'do këtë kur gjë qielli. Dhe kur e pa Gjibrilin formën e vërtet që është krijuar, i ra të fikt. Gjibril a.s. zbriti në tokë, o kthyn formën e njeriut. I afro hala më afër pejgamberit. Pejgamberi hala ishte në komë se i ra të fikt dhe pjafshin planin. Pejgamberit a.s. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrana natës së Isra dhe Mirazhin dyjat. Të nesërmën kur u kthy në sabah, Ebu Jehli e pa pejgamberin tha: "Ha Muhammed, a ka diçka të re?" Tha: "Po, pra më kam qenë në Kutës Sherife dhe më kthy." Pra më kanë dhe kthy? Tha: "Po." Ja thot që to sahib bekshokut tën kishte fjalën e Abu Bekrit, kishte qëllimin e Abu Bekrit. Tha: "Po, Abu Bekrit dhe ty dhe këtë djesja thaj." Dhe ai mallkuar me vrap të Abu Bekrit. Dhe tha Abu Bekrit: "Tha shokët, e dihet kush është, dihet për kënë ka fjalën, po pretendon se pramra në natë o shku në Beitul Maqdis dhe o kthy." Po i thot Ebu Jehli: "A ka thonë çashtu a?" Tha: "Po, në pitira ç'to ka thonë." Thonë: "Pas thonë çashtu është e punë." Qysh? Në pas thonë ai e punë është çashtu. Pa ai po thot pi vi me leku pe qiellit, sa qile më shil syt, unë pi besoj. E nuk po i besoj se ka qenë në Kutës së Sherif në Jerusalem dhe o kthy, dhe nga këtë çast o quajt es-Siddiq. Çto është? Shkaku arsyeja pse Abu Bekri o quajt es-Siddiq. Siddiq I bie të saddiqohu me besu, me vërtetu atë që thot ai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala, që i përket lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, e familjes së tij, e shokëve të tij, e të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar
rrugën ati burrit të madh deri sa të kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, vazhdojmë me ajetet, me komentin e ajeteve të surës së Najm. Jemi në pjesën e dytë të ajeteve pa fragmenteve të cilat në i ceki madhi Allah Azza wa Jall në këtë surë të bekuar. Më konkretisht, jemi në ajetin e 5 deri në ajetin e 18 me emrin Allahut Azza wa Jall. Ku i madhi Zot pasi që ceku në fillim të surës se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk është devijuar, nuk është i çmendur, nuk flet me hamendje, por është inspiruar, i shpallur, muha ilejhi, prej Allahut Azza wa Jall. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Nuk flet nga qefi i tij, nga teket e tij, por është shpallja e që flet, shpallje të cilën Zoti ja shpall nëpërmjet melekut Gjibril. Pas kësaj, Allahu i madhruar tregon se kush ja zbret shpalljen, e që është meleku Gjibril. Pastaj tregon se si pejgamberi e pa melekun Gjibril, madje atë e pa në fakt, në formën e vërtet, e reale, që është krijuar 2 herë. Një herë poshtë në tokë, e herën tjetër lart në qiell. E përshkroi të dashurën e tij, Gjibrail alayhis salam, me cilësi të veçanta. E ceku edhe mirajin në pejgamberit alayhis salatu wassalam. Miraj, natën e mirajit. Dhe se ky i bekuar pa shumë gjëra të çuditshme, që as kishte pa asnjë njeri para tina, dhe as nuk do të sheh asnjë njeri pas tij deri në kiamet. Andaj kemi disa ajete dhe ka shumë për të folur për to, por ne duke mbështetur të madhit Allah Azza wa Jall, dhe duke kërkuar prej tina lehtësim, e sukses, e bereqet. Mundohemi të themi diçka që mund të kuptojmë, apo që na mjafton ne për të kuptuar këto ajete, apo me kuptuar të muradin e Allahut, se çfarë don të na thotë Allahu Azza wa Jall në këto ajete kuranore. Andaj thema se a'udhu billahi minash shaitanir rajim, allamahu shadidul quwa. In huwa illa wahyun yuha. Aja është shpallje, nuk është tjetër pas shpallje, Kurani është shpallje, e cila i shpallet e zbret. Tash thot, allamahu, e mësajate, shadidul quwa, i forti, e që është Gjibrili në koment të krejt komentatorëve të Kuranit. Se ka përmend Gjibrilin me emër, por e ka quajtur i fuqishëm, shadidul quwa, shumë i fortë. E ka quajtur të fort. Dhe Gjibrili është i fort. Këtë e ka mësuar Gjibrili. Mësuesi tina është Gjibrili alayhis salam, i cili me rajetet kuranore për lartë madhërisë e Allahut. Dhe ja zbret poshtë të dashurët e Allahut. Njëherë pejgamberëve të mëhershëm, njëri pas tjetrit, tash së fundmi këtij pejgamberit të bekuar alayhis salatu wassalam.
Shedidul Quwa, i fuqishëm, shumë i fortë. Allah e përzgjodhi Gjibrilin me bartë emanetin e vetë, mesazhin e vetë. Në tokë, njerëzve, fillimisht pejgamberit të përzgjedhur të tij, e pastaj mesazh pejgamberi, mja përcjell, mja shpjegu, mja komentu, mja sqaru njerëzve muradin e Allahut, qëllimin e Zotit, çka don Zoti për krijesave të tij. E ka përzgjedh këtë krijesë Gjibrilin sepse është shumë e veçantë. Shedidul Quwa, shumë i fortë. Është i fortë në mendje, në fuqi, në besnikëri, në kryen e manetit, në çdo send. E Allah e madhruar për fuqinë e tij na ka sjellë argumente ku mjafton fakti se ky meni i krah të tij, krejt ato vend banime për fshatrat e popullit lut, e që thuhet 5, e thuhet 7 vend banime, qytete, fshatra, meni krah, i që i përpjet krejt me toke, me çka ka, dejnë qiellin dynjas, dhe i ktheu për mbrapshti në tokë. Vetëm mbrime e tina, zëri i tij të mërshëm, kur lëshoi zë, popullin Thamud e shkatërroi edhe asnjë nuk mundi me përballu zëret të ushtimes së tij. Shedidul Quwa, i fuqishëm, i shpejt, pa e mshele, pa e hap syrin, një të mbyllët kapakët synit, shkon te Zoti i lartë, merr urdhrin prej tij dhe ja sjell poshtë pejgamberit të tij. I përzgjedhur i Allahut nga ana e melaqeve. Allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa, i që ka mendje të lartë, o shumë i përpikt, shumë i përpikt. Fastawa, i cili është shfaq në formën e vërtetë. Anëpse fastawa, në aspektin ngusht, kuptimit ngusht, fjalës stawa, i bie më ngrit. Por këtu është për qëllim fastawa, është ngrit lart në qiell, në qiellin e dynjas. Edhe e pa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kontesti i ajeteve e shpjegon fjalën ajetin. O ngrit lart në formën e vetë të vërtet. Ta më ngrit lart të vitë për ditë, po ngrit lart në qiell, në qiellin e dynjas, në formën e vetë të vërtet. Wa huwa bil ufuqil a'la. Në kupë të qiellit lartë nga lindja e diellit. Në kupë të qiellit lartë nga lindja e diellit. E që është për qëllim. Në fillim të shpalljes, Gjibraili alayhi salam, që kanë thënë komentatorët e Koranit, Khazini, Kurtubiu, Taberiu, shumë të tjerë, të këto ajete koranore, dhe që dimi një edhe nga historia, hadithet e Gjibril alayhi salam, pejgamberit alayhi salatu wassalam, i vjen të zakonisht në formë të njeriut.
Pejgamberi u përmallua pa qef, me pa në formën që është krijuar. E Allahu i madhruar ja mundësai me pa në formën që është krijuar dhe ja këtu. Pa e përshkruan Allahu Azza wa Jall. Se si o ngrit, o lartësua, wa huwa bil ufuqil a'la, në kupë të qiellës lart, përderisa pejgamberi ishte në Hira, në shpellën Hira. E ngriti kryt lart edhe pa Gjibrailin alayhis salam në formën e vërtet të cilën e ka krijuar Allahu. E që i ka 600 krah. 2 krah të ti e mbulojnë lindje dhe perëndimin krejt. S'do këtë kur gjë qielli, kur të zgjerën të krahët. Dhe mbuloj qiellin. Pejgamberi ishte nga Hira dhe i binte nga lindja më kthy, për atë Allah po e cek nga lindja. Në kupë qiellës lart nga ana e lindjes, dhe kur e pa Gjibrilin formën e vërtet që është krijuar, i ra të fikt. Allahu po e përshkruan këtë melek të madh që ja mësoi pejgamberit Kur'anin, e me kaset po tallën, po nënçmojnë, po mohojnë, po etiketojnë me lloj-lloj etiketime shpifje të tjerë. E Allah po i tregon se ky është ai melek. Ky është ai që ja ka mësuar këtij të dashurit tim Kur'anin, natyrisht prej Allahut Azza wa Jall, pa ndryshuar asgjë. Thumma dana fatadalla. Gjibril alayhis salam zbritin tokë, o kthyn formën e njeriut. I ofru hala më afër pejgamberit. Zbritin tokë, afër ti. I ofru hala më afër tina. Fekane qabe qawsayn au adna, sa që largësia mes tyre dyve ishte sikur se mes 2 harçeve apo më afër. Qawsayn përdoret e farështiza, shigjeta, po qawsayn i thënë edhe klapave. Pra shumë afër pejgamberit ishte Gjibrili alayhis salam, sa që janë cekur disa transmetime të ulemave të selefëve se Gjibrili alayhis salam afër pejgamberit hala ishte në kom se era të fikt dhe pjafshin plahnin. Pejgamberit alayhis salatu wassalam, la ilaha illallah, fekane qabe qawsayni au adna, dhe ishte afër tina, afër. Apo largësia mes atyre dyve ishte sa mes 2 harçeve hark, apo dhe më afër se aq. Pra shumë afër pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ky është Gjibrili. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Dhe i shpalli Zoti robët të tij nëpërmjet Gjibrilit alayhis salam atë që deshi me shpall. Gjibrili ja mësoi, ja tha, ja përcolli pejgamberit atë që ja kishte dhënë Allahu Gjibrilit. Ja tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فأوحى إلى عبده ما أوحى. I shpalli robët të tij atë që ja shpalli. Allah e shpalli robët të tij, Gjibrili ja tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Zamra tina e pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk e kundërshtoi, nuk e mohoj atë që e pa me sy. Pra, të shikuarit e melekut me sy në formën e vërtet, që është krijuar në te, e vërtetoj edhe zemra. Pra nuk është ëndër, nuk është imagjinat,
po është realitet që e pa me sy e me mendje dhe me krejt qenjen e tina e pa Gjibrilin a.s. në formën e ti të vërtit. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Nuk e përgënjështroi zemra atë çfarë ka parë. Jo. Pra Allah përvërteton edhe më shumë shikimin e pejgamberit Gjibrilin a.s. Kjo është hera e parë, kur pejgamberi e pa Gjibrilin në formën e vetë të vërtetë. Nuk e përgënjështroi zemra, mendja, ata që pa syni. Është edhe kuptimi tjetër i këtij ajeti koranor. Nuk e përgënjështroi zemra, syrin, ata që pa Allahun e madhëruar. Në që është një mendim e disa ulemave të selefëve, se Abdullah ibn Abbasit, pastaj Enesit, Hasan Basriut, Ikrimes dhe disa ulemave të selefëve. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Allahun në Miraj lartë, natën e Mirajit. Dhe ja, kjo është simbas tyne ajeti i cili argumenton se pejgamberi e pa Allahun azza wa jall lartë në qiell. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Të kjo mesele se i shikuari është Allahu, pra pejgamberi ka pa Allahun. Këtu del një mesele madhe. Të shikuarit e Allahut nga ana e Rabbëve të Zotit e njerëzve, në dynja dhe në ahiret. A shihet Allahu, a ekziston mundësia të shihet lartmadhëria e tij në këtë dynja, po dhe në ahiret. Se përket ahiretit, asnjë nga sahabët, as tabenet, tabenet, katër imamat, nxënësat e tyre dhe ulemat e tjerë që kanë marrë përmas, nuk e kanë kontestuar se xhenetlit kanë për ta parë të madhen Allah azza wa jall. Dhe ajo është kënaqësia kulminante që do ta përjetojnë xhenetlit kur do të futen në xhenet e ta shohin lartmadhërinë e Allahut azza wa jall. Dhe këtë nuk e ka kundërshtuar përpos disa fraksioneve, siç janë Mu'tazilit, Khawarijt dhe Jahmit, të cilët e mohojnë kategorikisht që robi të ketë mundësi ta shoh Allahun qoftë në dynja dhe qoftë në ahiret. Ndërsa se përket të dynjas, të gjithë ulemat kanë thënë se nuk ka mundësi me pa Allahun në këtë dynja, prej Ademit alayhis salam deri në fund të dynjas askush. Për vetëm në rast që kanë diskutuar ulemat e selefit, është ky rast këtu, tek këto ajete koranore, pikërisht tek ky ajet koranor. Dhe tek kjo ngjarje e që është Miraji i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra natën e Mirajit, a thuhet e ka pa pejgamberi Allahun me këtë ajet koranor, apo nuk e ka pa. Që kjo pikë që të pjesë kanë diskutuar ulemat dhe siç thash ka prej tyne që i ceka më lart në kryen Ibn Abbasin, të cilët pretendojnë, mendojnë se pejgamberi e ka pa Allahun azza wa jall me sytë e tij. Miraj. Isra dhe Miraj kanë ndodhur në njëjtën natë. Isra në ka cek Allahu në surët Isra dhe ka quajtur Isra. Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjid al-haram
إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Atje të cek Isran, këtë të cek Mirajin, dhe kompletohet këtë rrugë, këtë ngjarje e veçantë. Këto s'jem të folë për Isran, sepse kemë folë më herët dhe kemë ajete para vete që s'na premton koha, pra për vetëmin rast që kanë kontestuar, kanë diskutuar ulemat e selefve, me zveti, të fillu prej sahabe dhe me vonë, a thua, është vërtet që pejgamberi e ka parë, se Allah pët e pa, atë. Zemra nuk e përgënjeshtrej atë që e pasyni. Gjumhuri, shumica e përthojnë, melekun Gjibril e pa në tokë, kur ke pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, sepse, që shtot Saadi, konteksti i ajeteve po të regon se fjala është për melekun Gjibril. Por me gjithate, ka për ulemave, madje sahabëve, të cilët pretendojnë se i shikuari është lartmadhëria e tij te bareke ve teala, Allahu. Dhe se pejgamberi ka pa Allahun me sy. Në mendim tjetër, Ibn Abbas se thot e ka pa me zemër e jo me sy. E thuhet se ka pa ëndër e jo zgjuar. Ndërsa ulemat e tjerë në krye tyne me Aishen, e cila është më strikte në këtë mesele. Është më strikte në këtë mesele. Për ata, kër e ka pyet Mesruki Aishen, Mesruki tabenet më dhej, që ka thua ti se Ibn Abbasi po thot se Allah e ka pa pejgamberin, pejgamberi ka pa Allahun, te barek u ta'ala, thot ai cili pretendon se pejgamberi e ka pa Allahun, faqad kadhab. Ka rajt. Dhe hadith është Muslim. Ka rajt, se ka pa pejgamberi Allahun azza wa jall. Ulemat me vonë të fillu për Qadi Iyad, imamit njoftun të Malikive, Detën e Vevijove, të tjerë, thojnë, nuk është e pamundur që njeriu ta sheh Allah. Mesele tjetër e ka pa, dikush as e ka pa, për ty në pejgamberi, është mesele në veti, por nën këtë mesele, a thue, është e mundur që shifet Allahu në këtë dynja. Dhe këta ulema thojnë se logjikisht dhe nga anë argumente nuk është e pamundur. Për argumente që i kanë sjell, kanë thënë, a nuk tha Musa alayhi salam, që cek Allahu në suratul A'raf, qala rabbi arini anzur ilayk, qala lan tarani, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. Musa alayhi salam kur e morri Tevratin prej Allahut dhe foli me Allahun, u përmallu me pa lartmadhërinë e tina, te bareke ve teala. Sigur se që çdo besimtar përmallohet me pa lartmadhërinë e Allahut. Andaj i madhe i Allah, kom ja mundësu këtyni që më përmalluhe me pa lartmadhërinë e ti dhe kanë punu në drejtim, e që fjala për besimtartë, kom ja mundësu gjithë sese me pa lartmadhërinë e ti, edhe si që thamë fillim, ka me qenë momenti, qasti më i lumtur i xhenetlive, sa që shka ardhën hadith të vërtet, kanë me i harru të gjitha, përkosisht të gjitha nimetet e kënaqësitë e tjera që janë duke përjetuar në xhenet. Pra është rëndëm, kapshme shumë, që Musa o përmallu shumë me pa Allahun, dhe Allah me përshkrujti në Koran. Dhe tha Musa o Zot, me bën mua të shëhty. Allah e tha, nuk kemi më pa, por shike e kodra. Tani,
kanë thonë këta ulema, ka dijat dhe këta të tjerë, po mos ishte e mundur me po Allahun, po mos ishte e drejt me kërku shikimin e lartë madhërisë së tij, nuk do ta kishte bërë këtë pyetje Musa, apo nuk do ta kishte parashtruar këtë kërkesë Musa, nga se nuk i takon një pejgamberi me para mja bo një kërkesë Allahut çka se kap. Nuk bën pejgamberi me bën. Vetë fakti që Musa ka bën një kërkesë të tillë, ka thonë nuk është e pamundur shikimit madh të Allah. Ibn Abil Izi Hanefive në koment të akidës e Tahaviju, të që këtë mesele kemi sfiguni, në akidë të Tahaviju këto që përsëriti. Thot është vërtet ajo që ka thot Qadi Iyad, që ka thot Nevevi dhe të tjerë, është vërtet. Ama nuk kemi argumente ne se dikush e ka pa Allahun. Madje nuk kemi as hadithe, se lërëm në Koran, që e ka pa. Madje kemi hadithe që se ka pa. Sikurse hadithi e Abu Dharrit në Muslim, ku Abu Dharri po të pyeta ja Rasulullah, hal ra'ayta rabbak? A ke pa Zotin tënd? Qal nurun anna arahu. Nuri dritë, qysh ta shoh unë atë? Qysh me pa? Nuri dritë. Në transmetim tjetër ka thonë, pashtu të Abu Dharrit, hijabuhu nur, perdja tina është nuri dritë. لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجاب بيرديا اتماضت الله është nur drit. Në transmetim tjetër është nar zjar. Është në dy transmetime, nur drit dhe nar zjar. Shqiptimi si njëjtë është, ama kuptimi e këtë është tjetër. Se zjarri djeg, nuri bën dritë, veç dritë bën. Edhe zjarri bën dritë, ama edhe djeg. E pastaj po thot në hadith, po ta kishte hjek Allahu, la ilaha illallah, perden e tij, nga lartmadhëria e tij, do ta kishte djegur nuri, lartmadhërisë e tij, krejt çka kishte përfshi përpara drita e tij. E që bie këtë krijesat, sa gjësim shefet Allahu te bareke ve taala. Andaj, atë që ka për pejgamberi, mëse afër mi bie, se ka pa perden dritën nurën e të madhe të Allah, për jo lartmadhërinë Allahut azza wa jall. Kthehemi tek ajetet, perspektivisht të komente ajeteve. Ma këdhe bil fuadu, ma ra'a. Pra kuptimi më ja prafërët është se zemra nuk e përgënjështroj atë që pa sy në fjale, atë që pa Gjibrilin alayhi salam në formën e vetë të vërtet. Afatumarunahu ala ma yara. Allahu po i thot tash me kazve, apo polemizoni, apo po e kontestoni, po e kundërshtoni atë që ky e pa, atë që ky e pa. Mund t'jenë dy kuptime. Njëri kuptim me ndëllidh me Gjibrilin. Pra, ky e ka pa Gjibrilin. Me sy, me mendje, me zemër, me krejt. E ju po i thoni se ke pa, kurse ky ka pa. Qysh i përgënjeshtron ti diçka që se ke pa, kurse ky ka pa me këtë qenjen e vet. Në kuptim tjetër, apo e kundërshtoni atë, çfarë ka pa pejgamberi, është Bejtul Maqdis, Quds Sharif. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajete kanë të bëjnë me Isra dhe Miraj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbrana natës se bëri Isra dhe Mirajin dyjat. Të nesërmën kur u kthy, në sabah, që shtekën në për hadithe, libra të sires e të tjirë, Ebu Gjehli e pa pejgamberin, tha, Muhammed, a ka diçka të re? Tha, po,
Pra më kam qenë në Kutsi Sherife dhe më këthy. Pra me kanë dhe këthy. Tha po. Ja thot që to sahib e këshokut tënë, kështë e fjallë në Bekret, kështë e qëllim në Bekret. Tha po, Bekret, dhe ty dhe këtë djesja, thëmë. Këtë djesja, thëmë. Dhe i malkuar me vrap të Bekret. Dhe tha Bekret, sahibuk, që i aronit, se arab të kanë zanat, a i shokët, si nga shqiptar, që i shokët, kë shoki jem, që të kanë, dhe arab të kanë sahibuk, që i shokët, e dhjetë kush është, dhjetë për kënë kopjallën, pra që sahibuk, pejgamberi, po pretendon se pramra në natë, o shkun Bejtul Maqdis dhe o këthy. Sen nuk dinte Abu Bekri, ama zjas dinte, sepse halet që ardhët se kishtë të taku pejgamberin, alayhi salatu wassalam. Ama që mendja ndritur, po i thot Ebu Gjehlit, a ka thonë që shtu a? Tha po në pitira që shtu ka thonë. Thonë pas thonë që shtu është e punë. Qysh? Në pas thonë aj e punë është qështë. Pa i po thot, pivi me leku për i qillit, sa qile më shilë sytë, unë për i besoj. Pivi e lajmi për i qillit, për i besoj. E nuk për i besoj, se ka qenë në Kutsi Sharif, njëre sale më do këthy, së mujti me mu shmenë, se deshti me shti hutitash. Ebu Bekrit, por Ebu Bekrit vetëm sa u fërsu hala ma shumë. Dhe nga këtë qast, o quajt e Siddiq. Qëto është shkaku arsyeja pse Ebu Bekri o quajt e Siddiq. Sepse Siddiq i bie të saddiqohu me besu, me vërtetu, atë që a thëtaj. Erdhen o të bunë pak ma shumë të pejgamberi dhe i thanë, e qëfar argumentin asil të një, që shme të besuna që ke qenë në Bejtul Maqdis. E Allahu për thëtë këto, efe të marunehu ala ma jara, a ju për kondrështën e të që a je pa. E pa kanë e pa, Bejtul Maqdis. Këta që i thanë nëse je kanë, e ke pa Bejtul Maqdis. Nëse e ke pa, përshkruna neve. Përshkruna neve të Bejtul Maqdis, një Jerusalem që shduket. Pejgamberi Zotit, alayhi salatu wassalam, a i vërtet kishte qenë. Dhe kishte falë 2 recate me këtë pejgambert. Dhe kishte lidh barakun për një shtyllë diku aty. Dhe ishte ngrit me Gjibrilin lartë në qiell. Dhe ishte ardhur prap aty dhe me barak prap në haram, në shpet vetë. Rana natë këtë krejt meke. Por, ku është fokusu me kësyrë që shdo këtë Bejtul Maqdis? Sa dretare ka, sa dyri ka hymi, po që e ka lëdhë këtë krytë për atë punë? Për ata kër i thana ta përshkruje kë zdim, e Allah i madhruar e a shfaqe për para Bejtul Maqdis dhe për fillan me përshkru, për shepe përshkru në ka kështu, e ka hymi kështu, e ka kështu. Ata po thënë, po, se këta ishin kanë shumë herë, të bëtë trekti shumë herë, e njëfshin këta plamën Shamin, pjesë e Shamit është Jerusalemi. Po, këtë së më thani jo. Dhe në fund që tha, bile, rrugës ka vekën pa, se këte kishte pa, një karavan me deve të këthy për i Shamit, trektarë. Filan dite kanë me mërien, saba këtu kanë me kanë. Sepse, parafërse shkua qa që bije. Edhe këta tash bile mos shtë për dështën, edhe ke ju ndodhi, që shta pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, në kohën që tha pejgamberi, aleyhi salam, mbrejti karavani trektar me deve. Ata se që pa pejgamberi kështë pa ata. Aleyhi salatu wa salam. Pra Allah pa përshkruan këto. Efe të maru nëhu ala ma jara, apo e kundrështën jo, po e kontestën jo. Ate që kjo ka pa vetë, për Bejtul Maqdis, apo në mendimin e parë, për Gjibrilin, alayhi salam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ate e ka parë edhe herën tjetër. Ate Gjibrilin. Pra herë e parë, Shot ibn Kathiri,
Hera e parë është e ka pa në tokë. Ibn Mesudi thot pejgamberi ka pa Allahun 2 herë. Një herë në tokë, kjo që se këtu, edhe herën tjetër e ka parë në qiell kur ka qenë Miraj. Herën e parë që i ke Allahu, tash hera e dytë. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dhe ka parë atë herën tjetër. E ka pa melekun Gjibril edhe herën tjetër. Kur ishte në Miraj. E Allahu po vazhdon e përshkruan. Inde sidratil muntaha. E pa Gjibrilin te sidratu muntahaja. Kështë e ka qujtë Allahu sidratul muntaha. Sidr është pëm e njohur të Arab. Pëm e njohur të Arab. E ka parë të sidratu muntahaja. Muntaha i bje fundi. Kjo pëm. Mbi qiellin e 7, është mbi qiellin e 7. Por me transmetim të saktë. Por prapë me transmetim tjetër, gjithashtu në Sahih Muslim, është në qiellin e 6. Pra, ka ardhur në transmetim, është në qiellin e 6, dhe në transmetim tjetër, të dyja të vërtetat sakta në qiellin e 7. Ibn Hajeri, Allah pas më shëruar, thot, po nuk ka kundërthënie mes tyre dyjave, 2 transmetimeve. Sepse është e mundshme që në qiellin e 6 e ka rrojt, e ka dhe trungun, ndërsa në qiellin e 7 i ka frytet. Dhe pejgamberi ka pa në qiellin e 7. Edhe këtë për përshkruan Allahu qiellin e 7, ku përfundojnë krijesat. Sidratul muntaha, el muntaha është funi. Është quajtur kështu, se shkanë thonë ulemat, Taberiu, Neveviu, shumë të tjerë, sepse është fundi, ku mund të arrijnë krijesat poshtë qajën. Konkretisht me laçet. Se njerëzit që shkojnë ashtë naltë. Ato shkojnë pejgamberi një herë në dunja. Dere aty shkojnë me laçet. Më lartë nuk shkojnë. Kërkosh nuk shka ma lartë. Çdo gjë përfundon që aty. Pe krijesave poshtë. E që është nën arsh. E thuhet se Sidratul Muntaha është pikë ndarëse. Dere aty vinë me laçet të cilat i binë urdhrat e lartmadhërisë së Allahut dhe aty. Këto tjera që zbret që ngritën prej tokës, dhe aty ngritën dhe i marrën ato urdhra, ato shpallje, ato çdo zoti me ndodhë këtë gjithësi, dhe i zbresin poshtë. Dhe që aty shkoj meleku Gjibril. Thanë më ato që nuk mu i shkaj. Pra që kush e di me vludin, tani që të përmendën ato që kur me natane si më kanë, bë me që të ka me natane, më gjekë zoti, me qka ka, janë dhe farvargje që thurin atje, e kuptimi është qëtu. Kuptimi është këtu, se deri atë shkojnë, më lartë nuk ka më ngritë. Allahu ngriti robin e vetë, pejgamberin a.s. në shoqërim me Gjibrilin a.s. të cilin tash Allahu po ja mundëson edhe një herë të dashurët e tij me pa Gjibrilin në formën që është krijuar atje. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, e ka parë atë edhe një herë tjetër, atë kanë Gjibrilin. Inda sidratil muntaha, te sidratul muntahaja, muntaha është fundi. Indaha jannatul ma'wa, e pa atje. Edhe kjo është cekur edhe me hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra pejgamberi e ka parë këtë do ta dimi në ditë vdesin Gjibrailin 2 herë në formën e vet, që është krijuar, sepse Gjibraili ka ardhur në formë të njeriut, ka ardhur në formë të padukshme,
tek pejgamberi alayhi salatu selam për jo në formën e vërtetë që është krijuar. Formën e vërtetë ka pa vetëm 2 herë. Një herë në fillim të shpalljes dhe herë në tokë dhe herën e dytë e ka pa kur ka qenë Miraj lart mbi qiellin e 7. E Allahu po tregon tash se barek të la në vazhdim se çfarë ka atje lart tek aja pemë Sidratul Muntaha mbi qiellin e 7 ku përfundojnë krijesa. Indaha Jannatul Ma'wa. La ilaha illallah. Atje, ta aja pemë atje, ndodhet Jannatul Ma'wa, Gjenneti, el Ma'wa i bje strehimi, bje qëndrimi, Gjenneti strehimit e qëndrimit. Atje nalë. E që është argument i qartë se Gjenneti është lartë mbi qiellin e 7. Përderisa për Xhehenem ka më shumë mendime, ka dyshime më shumë, nuk ma pakim të sigurt se ku gjitet Xhehenemi. Ka më shumë mendime të ulemave. Ndërsa për Xhenet, shumica absolute ulemave thonë se është lartë mbi qiellin e 7. Dhe kjo ajet e forcon këtë mendim. Por, indaha Jannatul Ma'wa, por ka për ulemave të cilët kanë thonë se nuk është për qëllim Gjenneti i përhershëm në të cilin do të futen muslimanët në te me emrin Allahut Azza wa Jall. Por, e cilë gjennet është kë? Kanë thonë, kë është ose Gjenneti në të cilën vendosen shpirtat e shahidave derisa të bëhet Kiameti. Kanë thonë, kjo është mendim tjetër tash, është Gjenneti në të cilin qëndrojnë shpirtat e besimtarve derisa të bëhet Kiameti. Nga se ulemat e ehli sunnetit kanë diskutuar mes vete dhe kanë dhënë shumë mendime se ku qëndrojnë shpirtat e muslimanëve. A janë lartë në qiell, a janë poshtë në tokë. Nëse në lartë në qiell, ku janë, dhe një për mendime është kë. Se janë një gjennet, i cilë është e Sidratul Muntaha, quhet Jannatul Ma'wa, por nuk është Gjenneti i përhershëm. Pra thuhet se aty është vend strehim i shpirtave të shahidëve. Thuhet se është vend strehim i shpirtave të besimtarëve. Thuhet se është vend strehim i melekut Gjibril dhe Mikail alayhima assalam. Thuhet se është për qëllim Gjenneti në të cilin Allahu e futi Ademin alayhi salam me gruan e tij Haven për të banuar, për të qëndruar përkohësisht derisa ndodhi çka ndodhi dhe Ademi erdhi pastaj poshtë në tokë. E rëndësishme është, Zotë, din më së miri, se anë pse Ibn Atije, Allah pas më shëruar në koment, thotë nuk ka argument i cili me e forcon ndonjë për këtyre mendimeve të tjera, se nuk është për qëllim, që flasë se nuk është për qëllim Gjenneti i përhershëm. Nuk kemi argumente. Mendime po, për argumente thotë nuk kemi ne. Allahu e di më së miri. Inda Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Atër kur sidrën e mbuloj, ajo çfarë e mbuloj? E mbuloj, ajo çfarë e mbuloj? Dësa kanë thënë se Ibn Abbasit e tjerë e mbuloj nuri dhe drita e Allahut Azza wa Jall. Ibn Mas'udi në Sahih Muslim, në komentin të hadithit, thot e mbuloj, ajo çfarë e mbuloj, është për qëllim shtretër, mbuloj, shtretër, prej ari. Prej ari.
Dhe se atë, në këtë vend, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dhanë 3 gjëra. Hadith është Muslim, i dhanë 3 gjëra. I dha 5 kohë namaz. I bë farz 5 kohë namaz. Nga se ne e dim që namaz është e vetmi farz e cili është bërë obligim lartë mirazë në qiell, mbi qiellin e 7, edhe ja këtu. Në ndë i ju dha fundi i surës Baqara. Dhe dharata e tretë është që dha pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë çast, këtë moment, këtë kohë, është se Allahu azza wa jall ka për ta falë çdo rob të tij i cili vdes duke mos i bërë Allahut shirk. Madje hadithi thot se ka me i falë Allahu gjunahet të mëdha, al-muqhimat, përderisa nuk i bëjnë zot të shirk. E që janë 3 dhuratat të mëdha. Namaze, nuk diskutohet. Fundi surës Baqara, hajri i sajna është deti. Edhe përgëzimi madh që Allah i madhëruar ka me na falë në ditën e kiametit, nëse vdesim me iman, duke mos i bërë Zotit tonë shirk. Andaj ne shumë shpresojmë te i madhi Allah te bareke ve taala që Zoti ka me na falë dhe lutemi pa ndërprer Zoti me na falë, por kjo nuk do të thotë që vetëm më mbështet me pas tawakkul dhe mos me punu e mos me uruj pe harame vë Allahu na ruajt. E dimi një musliman të ato. Thëtë Allahu në vazhdim, ma zaga al-basaru wa ma taga. Shikimi ati burët të madhë, një pejgamberit këtë qasit moment. Shka hërnë Abdullah ibn Abbas, asë nuk e kthej krytën të gjatë, asë nuk të majtë, wa ma taga dhe asë nuk e te i kalaj atë që a ishte urdhruar, a ishte ndaluar, mësë të i kalu. Pra, qka ju tha dhe praj. Dej qëto. E që të regan për edukatën e ti, alayhi salatu wassalam, për edukatën e tina. As në gjallët, as të majtë, as me të i kalu, me shku me tutje, aty ku e ka qu Gjebraili, ku e ka lanë Gjebraili, ka najtë. Atë që e ka paraqiti madhi Allah, që e ka shfa, që e ka mundësu me pa, e ka pa, e që ajeti fund e ajetit krejt, thët Allahu, وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى dhe atje lartë ati mbi qiellin e 7, inda sidratil muntaha, te sidrat muntahaja, te xheneti lartë atje, pa ajete, argumentet mëdha të Zotit të tij. Argumentet mëdha të Zotit të tij, argumentet mëdha që tregojnë madhështinë e Zotit, fuqinë e Zotit, rahmetin e Zotit, dënimin e Zotit, sepse atje pa Gjebrailin në formën e vërtetë, atje pa xhenetin dhe pa lloj njerëzish duke shijuar të mirat e xhenetit, atje pa xhehenamin dhe pa lloj njerëzish duke torturuar në xhehenem, la ilaha illallah, pa, shumë gjëra, pa, argumente, ajete, shenjat mëdha, të cilat Allahu deshin ja tregu robët të tij, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah për të madhe të Allah që Allahu na ka përzgjedhur, na ka bërë ummet i atij burri të madh, e na ka bërë me besu e me përqafu këtë libër të madh, e këtë din të madh, që nuk ka libër më të madh, e asë din më të madh, e asë pejgamber më të madh. Allahu na ruaj këtë imam, e na ruaj të mira që na i ka dhanë, e na forcoft në din, e na shtoft dijen, e na bëh për atyre që mësojnë, e kuptojnë, edhe me atë që Zoti i tyre ka mësuar, punojnë, jetojnë si musliman, vdesin si musliman, edhe ringjallin si musliman. Allahumma amin, dhe takohet me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe ata burrat më dhej, të cilët kanë vdekur para nesh. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salillahumma wa sallim wa barik
ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.